Kryetaria e Komisionit të Apelimit në Partinë Demokratike Adriana Kalaja dorëzoi sot një kallëzim të ri penal në SPAK. Kallëzimi lidhet me një skemë abuzive, e cila sipas saj është aplikuar në zonën numër 15 të Tiranës. Në këtë skemë përfshihen drejtuesit lokal Gentian Myrto, Besmir Kola dhe Xhavit Çeka, si edhe deputeti i zonës Toni Gogu. Kalaja akuzon këta zyrtarë për shpërdorim detyre, korrupsion, pastrim parash dhe përfshirje në një grup të strukturuar kriminal. Ajo përmend edhe emrin Arjan Poplit, një person pa funksion publik i cili sipas denoncimeve të banorëve ka ndikuar në blerjen e votës. Po ashtu një tjetër shqetësim ishte keq menaxhimi i procesit të rindërtimit dhe presionin ndaj banorëve për votë në këmbim të përfitimeve. Kalaja denoncoi edhe tjetërsi me pronash në Ndroq 5 dhe Vaqar, ku banorëve u ofroi vetëm 20% e vlerës për të marrë certifikatën e pronësisë. Në fokus ishte edhe një rrugë në fshatin Menik, e cila sipas saj është përdorur për favorizim politik dhe për të mbuluar një aferë prej 80 milion lekësh. Sot kam ardhur për të denoncuar një skemë tjetër 5D, por në rastin konkret kjo skemë është aplikuar në zonën numër 15 të Tiranës, që përfshin njësitë administrative Ndroq 5 dhe Vaqar, ku drejtuesit aktual të këtyre zonave Gentian Myrto, Besmir Kola dhe Xhavit Çeka, në bashkëpunim me deputetin e zonës Toni Gogu, ka konsumuar të gjithë elementet e veprave penale, të cilat kallëzojmë ne sot, nga shpërdorimi i detyrës, korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm, pastrimi i produkteve të veprave penale dhe deri në grup të strukturuar kriminal, vepra të cilat lidhen me abuzimet të personave të sipërcituar, por edhe të një personi i cili nuk ka asnjë post publik dhe quhet Arjan Popli, ndaj të cilit në fakt kemi shumë reagime, denoncime nga banorët të zonave për ndikimin e tij për blerjen e votës, për ndikimin e tij për të dhënë oferta ose favore banorëve të zonës në këmbim të votës, favore të cilat lidhen jo vetëm me probleme personale që kanë banorët e zonës, por edhe sidomos me çështjen e pjesës së rindërtimit nga tërmeti. Ka shumë banorë të zonës të cilët kanë përfituar banesa nga rindërtimi, por edhe sot e kësaj dite këto banesa jo vetëm që nuk dorëzohen, por në mënyra të ndryshme u bëhet presion me qëllim që këta të japin votën pro Parti Socialiste. Një problem shumë i rëndësishëm që lidhet me të kallëzuarit prej nesh është edhe tjetërsimi i pronave. Ka abuzime marrëmendse me pronat në të tre këto njësi, edhe në Vaqar, edhe në Ndroq, edhe në Pez. U shkohet banorëve të ndryshëm, u ofrohet 20% e vlerës me qëllim që këta bandit t'u japin certifikatat e pronësisë. Nga ana tjetër kemi evidentuar edhe disa investime të këtyre drejtuesve të njësive të cilat nuk kanë burime të ligjshme, dhe për këtë i kemi kërkuar SPAK-ut jo vetëm hetimin e burimit të ligjshëm të këtyre investimeve, por edhe hetimin pasuror të tyre, duke filluar që nga deputeti Toni Gogu dhe 3 personat e sipërcituar. Dhe e fundit ka të bëjë edhe me ndërtimin e rrugës së fshatit Menik, rrugë e cila ka kohë që ka filluar dhe nuk është bërë asnjë investim serioz. Kjo rrugë ka probleme shumë të mëdha, pasi në pjesën ku ka shumicë ndërmuese të banorëve rruga nuk shkon, ndërsa në 3 familje të cilët janë socialist patronazhist, rruga i ka shkuar deri në derën e shtëpisë. Këtu flasim për rrugë Çakull, pasi nuk ka mbaruar. Është një investim prej 80 milion lekësh të reja dhe për cilin e kemi kërkuar nga SPAK hetimin e kësaj afere, thot ajo. Por Adriana Kalaja harron diçka shumë të rëndësishme në denoncimin e saj, se të gjithë këtë dosje në detaje e ka denoncuar prej kohësh pamfleti. Mirë, të gjithë materialin e ka përvetësuar dhe shumë mirë ka bërë që e ka kallëzuar në SPAK, por të paktën të referohet.